إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله من الذين هم مسلمون Falënderimet dhe takimet i takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë, I cili na mbledhi në këtë hutbë të begatshme, në ditën më të mirë të javës, në ditën e Gjuma, në ditën kur lindi Hazreti Ademi alayhi salam, në këtë ditë vdiq dhe në këtë ditë do bëhet dita e Kiametit. Falënderimet dhe takimet i takojnë vetëm Allahut krijuesit të gjithësisë dhe të gjithë pejgamberëve ku dëshiron deri tek Ademi dhe deri tek Muhamedi alayhi salam. Tek pejgamberi I fundit, do të çojmë salavatën mbi të. Inshallah Allahu të na bëj prej besimtarëve të mëdhenj. Tema e hutbes për sot është rreziku nga komplotet e munafikëve. Vëllezër të nderuar besimtarë, e falenderojmë Allahun me falënderimin që I kanë hije madhërisë së Tij, me shpërplotit të gjithëmshirshmit, I cili gjithçka dëgjon gjithçka, I cili na mbikëqyr kur ne jemi të zgjuar dhe kur flejmë, e falenderojmë për të gjithë begatitë që na I ka dhënë në përgjithësi dhe e falenderojmë për begatinë e Islamit. Në veçantë begatinë me të cilën Allah na ka dalluar nga të tjerët, na ka nxjerrur nga errësira në dritë, begatinë me të cilën Allahu me mëshirën e Tij do të na bëjë nga banorët e xhenetit, begati e cila I jep begati të shumta. Paqja dhe mëshira e Allahut dhe lavdata e Tij qofshin për krijesën më të dashur të Allahut, Muhammed Mustafan, të cilin Allahu e tregoi mëshirë për botrat. Ai na tregoi gjithçka që shpije për në xhenet dhe na tregoi gjithçka që largon nga xhehenemi. Këto përshëndetje qofshin edhe për familjen e Tij të pastër, për shokët e Tij besnikët sahabët dhe për të gjithë ata besimtarë që e pasojnë rrugën e këtij pejgamberi. Të nderuar vëllezër, ne jetojmë në këtë dynja dhe ballafaqohemi me gjëra të ndryshme, gjendemi para sfidave të shumta, takohemi me lloj-lloj personalitetesh, dëgjojmë opinione të ndryshme për shumë gjëra që na rrethojnë neve, qofshin ata objektive apo subjektive. Në jetën tonë dallojmë shtresat të ndryshme të njerëzve,
Nga pikpamja e përkatëse, por në përshojnë e imanit dallojnë 3 shtresa. E para besimtar, e dyta jo besimtar dhe e treta munafikëve hipokrit. Si model të kësaj shoqërie në historinë e Islamit, qartë e kemi modelin e Medinës në kohën e profetike dhe të kalifëve Rashid. Në këtë bisedë theks të veçantë duhet t'i jap shtresës së munafikëve, pasi që rreziku nga ata është vështirë të hetohet. I dërguar Allahut pas 13 viteve në Mekë emigroi për në Medinë. Shoqëria e Medinës e dalloi nga ajo mekase. Në Mekë ishin 2 shtresa të njerëzve nga aspekti i besimit, i besimtarëve musliman dhe jo besimtarët mushrikët. Ndërsa në Medinë u paraqit edhe një shtresë, ata ishin munafikët. Besimtarët ishin muslimanë që përbëheshin nga muhaxhirët dhe ensarët jo besimtarët ishin fiset jehudi që jetonin në pjesën lindore dhe juglindore të Medinës. Munafikët ishin Abdullah ibn Seluli në parinë e tij, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët patën vështirësi dhe shqetësime. Të shumta nga kjo shtresë, pasi që këta nuk ishin të definuar, gjendja e këtyre ishte e fshirur, ata shfaqin Islamin para muslimanëve, ndërsa bashkëpunonin me jo besimtarët. Allahu i madhëruar ka thënë: "Dhe kur atyre u thuhet besoni sikur se besuan njerëzit, ata thonë atë besojmë ashtu sikur se besuam me ndjeletët, në të vërtetë ata dhe mu ata janë me ndjeletët, por nuk e dinë." E kur i takon ata që besuan thonë ne kemi besuar, por kur veçohen me djajt parinë e vet, e u thonë ne jemi me ju, me vetëm jemi tallur me besimtarët. Në ajetin e surës Bekare 13-14. Shpirtat e tyre ishin të mbushura me mlef, me urrejtje zili dhe me një mallësi, ata ishin të prirur vetëm për të bërë keq dhe të trazira. Në shoqërinë islame, gjëja më tragjike ishte se shtireshin se bëjnë mirë. Allahu i madhruar ka thënë: "E kur atyre u thuhet mos e prishni rendin në tokë, ata thonë ne jemi vetëm përmirësues dhe paqësues." Në ajetin e surës Bekare, ajeti 11. Këta munafikët kanë qenë të disponuar çdo herë që veprojnë kundër muslimanëve, urrinin në prit veprave që bëjnë muslimanët, që atë nga këmbështrimi i tyre të përcjellin me kritikë dhe satire. Kur dërguari sallallahu alaihi wasallam u nis për një nga betejat gjithësisht, për ne bën Mustalik fis nga fiset jehude në skajt e Medinës. Ai deshti të merr me vetë njërin nga gratë e tij, qiti shorti i ra Aishës radhiyallahu anha. Pas marrimit të betejës gjatë kthimit i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me parinë e vet ushtarake, ndalën të pushojnë kur deshin të vazhdojnë rrugën dhe nisën. Aisha radhiyallahu anha vëren sa e kishte humbur Xherdanin, ndalet për të kërkuar dhe e gjen kur deshti të vazhdon rrugën, paria ishin larguar, kështu që ajo mbeti mbrapa pak e vonuar. Pas pak arriti, por kur munafikët e panë, ai ishin duke ardhur dhe devën e saj, po e mban për kërpeshi. Një nga sahabët apo këtë rast e shfrytzuan për qëllimet e fëllishura të tyre, filluan të flasin për Aishën radhiyallahu anha, se ka bërë imoralitet bisedë e tyre që u përhap pastaj edhe në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbeti i brengosur dhe brega ju zmadua, nga sa atë ditë nuk i shpallej asgjë nga ajetet, edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu pengose se Aisha ishte bija e tij, por megjithatë edhe ai nuk fliste asgjë. Aisha radhiyallahu anhu kur e kuptoi se për të po flitej, një gjë e tillë u mërzit shumë dhe tërë kohën e ka kaluar duke qarë. Pas një muaji të dërguarit të Allahut i shfaqën disa ajete nga surja Nur, kur Allahu tregon se Aisha radhiyallahu anhu është e pastër dhe pos asaj edhe të gjithë bashkëshortët e profetit sallallahu alaihi wasallam janë të pastra. Allahu i madhruar së pari tregoi se kjo është shpifje, por e vërteta do të delë në shesh dhe do të jetë në dobi të besimtarëve. Allahu ka thënë: "S'ka dyshim se ata që trilluan shpifjen janë një grup për jush, ju mos merrni atë si ndonjë dëm për ju, përkundrazi ajo do të jetë në dobinë tuaj. Secilit prej tyre do t'i takojë dënimi sipas pjesëmarrjes në mekat. E ti prej tyre që e bati pjesën e madhe të shpifjes i takon dënimi i madh." Në ajetin e surës Nur. Pastaj në lidhje me shpifjet tha: "Vërtet ata që akuzojnë gratë të ndeshme, besimtarë të pafajshme, janë të mallkuar në këtë botë, në botën tjetër, dhe ata i pret një dënim shumë i madh. Ne e lutem Allahun që të na ruajë nga shpifjet e shpifjes dhe të ruajmë familjet e besimtarëve. Allahu thërret për ne vendimin e paqes dhe udhëzon këtë dojë në udhën e drejtë." Të nderuar vëllezër dhe motra, Aisha radhiyallahu anhu është bashkëshortja e të dërguarit të Allahut, bijtë e Ebu Bekrit Sidikut radhiyallahu anhu, nëna e besimtarëve, andaj ata që shpihen për të kanë bërë mëkat të madh. Është për të çuditur mëshirat se ata edhe pas zbritjes së ajeteve që dëshmojnë për pastërtinë
Aishës vazhdojnë të shpifin për të dhe të akuzojnë për imoralitet, ata sikur t'i thonë Allahut se këtë çështje i din më mirë se Allahu i madhruar ka thënë, se Aisha është e pastër, kurse këta vazhdojnë me shpifje. Allahu na ruajt nga devijimi, andaj ne si besimtarë duhet të kemi kujdes shumë në këtë aspekt që t'i ruajmë gjuhët tona nga shpifjet ndaj besimtarëve dhe besimtarëve. Allahu i madhruar për rastin në fjalë tha në formë të retorikës: e përse kur e dëgjuan atë shpifje, besimtarët dhe besimtarët të mos mendonin të mirën si për veten, dhe të thonin kjo është shpifje e qartë në ajetin e surës Mu'minun, ajeti 12. Pra besimtarë nuk duhet të bimë në grasja e munafikëve kur ata sajojnë intriga edhe shpifje për besimtarët dhe besimtarët. Allahu i madhruar i dërgon besimtarët që në raste të tilla duhen të kenë qëndrim të drejtë çdo herë të kenë mendim të mirë. Allahu i madhruar ka thënë: e përse kur e dëgjuat atë, nuk thatë ne nuk na takon të flasim për këtë, i lartë je ti, kjo është shpifja e madhe në ajetin e surës Nur 16. Allahu i madhruar në këtë ajet tregon se bashorët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të pastër, të gjitha dhe familja profetike është e pastër, po ashtu me këtë sprov i nxjerr në shesh shpifjet e munafikëve. E lutem Allahun që të na bëjë besimtarë të sinqertë dhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë. E lutem Allahun që këtë ditë e bekuar, ditë e Xumë, të jetë e pranuar tek Allahu i madhruar, të pranohen ibadetet tona, adhurimet tona. Inshallah Allahu të gjithë ata që kanë ndruar jetë, Allahu i madhruar xhenet një bëft nasip. Allahu i madhruar ata që janë të sëmur, Allahu i shëroft. Allahu i madhruar të gjithë ata besimtarë që janë emigrant, që nuk kanë ardhur akoma në vendet e tyre. Allahu i madhruar i kthef shëndoshë mirë në trojët e tyre, i kthef shëndoshë mirë në familjet e tyre dhe inshallah Allahu kur të dalim para Allahut ata që kanë ndruar jetë të takohemi me Allahun xhaleshanuhu, inshallah të na mundësoj xhenetin dhe inshallah Allahu të shkojmë me vepra të mira dhe inshallah Allahu veprat e këqija Allahu i madhruar na i fal dhe inshallah na i pranoft duat tona, lutjet tona, adhurimet tona. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.